wasallam e ka përmend selamin çështjen e parë, me dhënë dhe me u kthye njerëzve selam. Për shkak se nëpërmjet selamit përcaktohet imani dhe nëpërmjet selamit eliminohet sherrri. Besimtarët, thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Muslimanët janë vllazni dhe kur e përshëndesin me selam njëri tjetrin, është veçori e përshëndetjes së besimtarëve. Selami, përshëndetja me selam, është veçori e përshëndetjes së besimtarëve. Vetëm besimtarët musliman përshëndeten me selam, kërkush tjetër. Dhe nëse e shifni në herë që dikush ankua pse po përshëndetni në gjuhën arabe, s'po përshëndetni në shqip, o thoj ty s'përshëndes me hiç se ti je kafir, hiç ti mos e lër për këtë punë. Se s'është selami për tyje, as ta japni tyje, as ta mormi, as kur gjë hiç. Selami është mes besimtarëve mes vete. Besimtarët mes vete kur përshëndeten me selam identifikohen me imanin e tyre, me besimin e tyre dhe sigurohen për njëri tjetrin. Ose duhet jetë kështu, edhe pse njerëz e keqpërdorin edhe dhënien e selamit edhe mosdhënien, por rregullat fetare janë kështu. Besimtarët identifikohen në mes vete me përshëndetjet e tyre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.